Mirë se vini, le të hidhemi me njëherë në temë, sepse sot kemi një udhëtim vërtet magjepsës përpara. Bota rreth nesh shpesh na duket si një kaos total, plot forca dhe zhurma që përplasen çdo ditë me njëra tjetrën. Por e dini çfarë? Traditat e lashta ezoterike kishin një këndvështrim krejt tjetër. Ata besonin se në selb të gjithë këtij kaosi të dukshëm fshihet një ekuilibri përsosur energjish. Në këtë analizë do të zbërthejmë pikërisht këtë harmoni universale, duke u mbështetur në një nga parimet më të vjetra dhe më intriguese të mendimit njerëzor. Le ta nisim nga baza. Gjithçka ka parimin e vet mashkullor dhe femëror. Ky është një citat shumë i njohur nga një tekst klasik i quajtur Kybalion dhe formon atë që njihet si ligji i gjinisë. Tani, një sqarim shumë i rëndësishëm që në fillim. Nuk po flasim absolutisht për gjininë biologjike apo se si e konceptojmë ne identitetin sot. As pak. Këtu bëhet fjalë për forca kozmike masive. Në traditën hermetike, ky lloj ekuilibri gjendet fjalë për fjalë kudo, në natyrë, brenda mendjes son dhe në vetë strukturën e universit. Është ai motori i padukshëm që bën të mundur jetën dhe çdo lloj transformimi. Për ta bërë sa më të qartë, ne do ta ndajmë këtë rrugëtim në 4 pjesë kryesore. Së pari, do të shohim se çfarë është saktësisht ky ligj universal i gjinisë. Më pas do të gjurmojmë origjinën e traditave hermetike. Në hapin e tretë, do të thellohemi te simbolet masonike të dualitetit dhe në fund fare, do të zbulojmë se si arrihet ajo që quhet alkimia shpirtërore. Fillojmë me njëherë me pjesën e parë, ligjin universal të gjinisë. Sipas këtij parimi të lashtë, fjalë për fjalë, asgjë në gjithësi nuk mund të krijohet në izolim. Çdo proces, që nga formimi i yjeve e deri te lindja e një ideje të re, kërkon ndërveprimin e dy forcave thellësisht plotësuese. Ajo që është vërtet interesante këtu është se si ndahen këto dy energji. Energjia mashkullore është veprimi, është ajo logjika e ftohtë, disiplina dhe vullneti që të jep drejtim. Është forca që shtyn përpara, por përballë saj, përballë nuk ka një kundërshtar, jo, ka një partnere jetësore, energjinë femërore. Kjo është intuita, ndjeshmëria, pranimi dhe një kreativitet shumë i thellë. E thënë thjesht, nëse energjia mashkullore është ajo që ndërton një enë, energjia femërore është uji që i jep jetë asaj ene. Asnjëra prej tyre nuk funksionon dot vetëm, partneriteti mes tyre është absolutisht thelbësor. Por çfarë ndodh atëherë kur ky bashkëpunim dështon? Ndodh kaosi. Ekuilibri mes tyre sjell rrëmuj kudo. Nëse dikush zhytet në ekstremitetin e racionalitetit dhe kërkon kontroll absolut, pa pikë intuite, kthehet në diçka të ngurtë dhe e humbet lidhjen njerëzore. E ana sjellta është njësoj e vërtet. Nëse kaplohemi nga një pasivitet dhe emocion ekstrem pa ekuilibër, ne humbasim plotësisht drejtimin dhe forcën për të vepruar. Harmonia e vërtet kërkon patjetër që mendja logjike dhe zemra intuitive të bashkohen në një partneritet ku asnjëra nuk e dominon tjetrën. Kjo na kalon natyrshëm te pjesa e dytë, origjina e këtyre traditave hermetike. Tani, është e rëndësishme të dimë se këto ide të thella nuk linden as dje as pardje. Ato kanë një rrugëtim të jashtëzakonshëm. Zanafilla i përket epokës së lashtë, kur shfaqen mësimet e Hermes Trismegistus, asaj figure legjendare ku bashkohet dituria e lashtë greke me atë egjiptiane. Pastaj, gjatë epokës klasike, këto mësime nisën të strukturoheshin dhe morën formë, derisa mbërritën te Kybalioni. Kur vim në mesjet, e po e dini se si ishte koha atëherë, këto sekrete duhet të fshiheshin pas një gjuhë shumë të koduar, alkimike. E më vonë në epokën moderne, ato gjetën një stret të sigurt brenda shoqërive si masoneria, ku u kthyen nga një filozofi natyrore në një rrugë reale për zhvillimin e brendshëm të njerëzit. Le të hyjmë në thelb të kësaj teme me pjesën e tretë, simbolet masonike të dualitetit. Këtu historia bëhet vërtet shumë vizuale. Shoqëritë ezoterike e kuptuan shpejt se fjalët mund të ngatërohen ose të harrohen ndër shekuj, kështu që çfarë bën? Përdorën simbole si mjete për të dhënë mësim. Shikoni për shembull kolonat binjake. Ato nuk janë vetëm dy shtylla të bukura për të mbajtur një çati. Këto duhen parë si personazhe qendrore në një tregim pa fjalë. Njëra kolon është pikërisht ajo forca aktive që diskutuam, energjia që shtyn përpara, ndërsa tjetra është stabiliteti, pranimi, ajo urtësia e qetë. Kur dikush hyn në një tempull simbolik, duhet kaloj patjetër mes të dyja. Pra, mesazhi është i qartë. Nuk mund të kesh ekuilibër në univers nëse nuk i pranon dhe nuk i bën bashkë këto dy pole. Një mesazh mjaft i ngjashëm vjen edhe nga kompasi dhe katërori, që megjithëse janë simbolet më të njohura aty jashtë. Nuk është se kemi të bëjmë me thjesht disa vizatime inxhinierie, kemi të bëjmë me një kod të pastër psikologjik. Kompasi, që hapet lirshëm dhe bën qarqe, përfaqëson sferën e shpirtit, intuitën dhe imagjinatën tonë. Katërori, në anën tjetër, vizaton kënde të drejta, shumë të sakta, dhe ky përfaqëson botën materiale, veprimin e ftohtë logjik, disiplinën. Gjatë gjithë historisë, këto mjete janë përdorur si një sinjalizues vizual për t'i kujtuar kujdos se ne, si njerëz, duhet të harmonizojmë natyrën tonë të dyfisht.
Dhe kjo e ilustron në mënyrë fantastike se si traditat përdorin pafundësisht imazhe në kontrast për të na treguar të njëjtën të vërtetë. Alkimistët, për shembull, kishin fiksimin të përdorin çifte vizuale. Kemi mbretin dhe mbretreshën, diellin dhe hënën, zjarrin dhe ujin. Të gjitha këto nuk janë personazhe nga ndonjë parallë vjetër. Ato janë metafora të fuqishme. Ato tregojnë domosdoshmërinë e bërjes bashkë të veprimit me pranimin, të arsyes son të mprehtë me thellësinë e nënvetdijes son. Përsëri, bashkimi dy poleve për të arritur të një njësie e plotë. Dhe kështu kalojmë tek pjesa e fundit dhe më thelbësorja, arritja e alkimisë shpirtërore. Gjithsa tham na sjell te aplikimi konkret. Në fundit, e gjithë kjo nuk ka të bëjë vetëm me detaje historike, por me mënyrën se si ne mund të ndërtojmë atë që ata e quajnë tempulli i brendshëm. Dhe rregulli i parë i atij tempulli nuk zhvillohesh dot nëse i mohon një pjesë vetes. E gjitha fillon me hapin e parë. Të shohim me sinceritet se ku çallon balanca jon mes logjikës që kërkon kontroll dhe intuitës që kërkon të krijojë. Hapi i dytë pastaj është puna e vërtet, integrimi praktik i atij parimi maskullor dhe atij femëror brenda vetes, duke i sjellë në paqe me njëri tjetrin. Dhe kur kjo ndodh, hapi i tretë vjen vetvetiu, arritja e asaj gjëje që quhet ari filozofik. Dhe sigurisht nuk kemi duke folur për metal, bëhet fjalë për një vetdije të hapur e të qartë, një gjendje mendore ku konflikti ka marrë fund. Dhe gjithë kjo na sjell te ky citat thjesht genial. Ai që harmonizon forcat brenda vetes, fillon të harmonizohet me vetë universin. Ky është thelbi, ky është fundi i udhëtimit të ligjit të gjinisë. Nuk është lojë fjalësh as donjë ushtrim i ftohtë mendor, është një ftesë e hapur për të eksploruar vetdijen tuaj. Mendojeni kështu, nuk ka absolutisht asgjë në jetë që rritet e vetme dhe izoluar. Duke krijuar ekuilibër midis forcës udhëheqëse dhe intuitës sue receptive, ju ktheheni vetë në një pasqyrë ku reflektohet harmonia kozmike. Ky pra ishte udhëtimi ynë mes këtyre koncepteve mahnitëse që i kanë mbijetuar kohës, nga filozofët e lashtë tek simbolet misterioze që pam. Por, dëgjoni, e gjithë kjo mbetet vetëm teori derisa ta aplikoni. Tani që kemi parë gjithë këtë, pyetja mbetet për ju. Në atë tempullin tuaj të brendshëm, a është vetëm logjika e ftohtë ajo që udhëheq me dorë të hekurt, apo po e lini hapësirë edhe intuitës krijuese që të shprehet lirisht? Përgjigje që i jepni vetes për këtë, ajo është çelësi i vërtet për të kuptuar nëse harmonia juaj me universin ka nisur. Shpresojmë vërtet që kjo analizë t'ju ketë falur një perspektivë të re dhe pak më të gjerë. Deri në temën tjetër, qëndroni kurioz.